Në krevat haroi Selin ka dy fjalë për Mirin. Do dalim edhe kundër njëri tjetrit. Selin dhe Miri janë komentuar shumë si nga banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5. Ashtu edhe nga publiku për raportin e tyre. Ata flen bashk që nga dita e parë që ata hynë në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë. Nuk ishte zgjedhja e tyre, por ishte Kristi ai që pati një avantazh dhe bëri ndarjen e krevateve. Teksa kanë kaluar 14 ditë që ka nisur ky edicion i 5. Miri dhe Selin janë sërish në të njëjtin kreva. Ndërkohë banorët mendojnë se Miri po e përdor Selin për lojën e tij. Madje Eugini i tha sot Selinës që ka ardhur momenti që të distancohet nga xhaxhi Miri. Për këtë arsye Selin vendosi që të sqarohej me Mirin, duke i thënë që të mos ndërhynte më në debatet e saj. Gjithashtu i tha se nuk do të bisedojnë më në krevat, por vetëm në ambiente të tjera të shtëpisë. Pjesë nga biseda. Selin: po, unë shkoj mirë dhe ndihem mirë me Mirin se në një shtëpi me 17 veta. 15 i kam kundër. 2 të tjerët jam unë dhe ti. Miri: a mund ta vazhdojmë këtë gjën? Selin: edhe ta kam thënë që unë e di që në një moment të lojës do dalim edhe në kundër njëri tjetrit. Por deri në atë moment, unë mendoj që edhe ti e ndjeri pranuar dhe ke folur me pastërti me mua dhe unë kam bërë të njëjtën gjë me ty. Miri: a e vë në diskutim këtë? Selin: jo. Çfarë nuk më pëlqen mua është të vinë dhe të më shohin se viktim. Miri: po mirë, si t'ja bëjmë? Selin: ki kujdes në mënyrën se si shprehesh. Selin: mos mendo se unë ofendon që në një debat me Lorna të përmend ty. Miri: a duhet të jap unë përgjigje për këtë, apo duhet të ri veç? Selin: duhet të rish veç. Kur unë debatoj me dik, të lutem mos ndërhy. Miri: po unë e kam bërë 100 herë. Selin: ta bëjmë më të theksuar, kur debaton ti debaton vet, kur debatoj unë. Se pa u futur ti ata bëjnë gam. Miri: edhe nëse më përmendet emri, unë nuk do të ndërhyj. Selin: jo, se emri jot përmendet edhe kur nuk je fare aty. Miri: je në rregull kështu siç jemi. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.